Le t'i hedhi një sy dy strategjive ushtarake që janë krejtësisht të kundërta, por që të dyja kanë formësuar historinë e luftës. Nga njëra anë kemi sulmin e rrufeshëm dhe nga ana tjetër durimin e pafund. Kjo në thelb është pyetja me të cilën përballet çdo komandant në fushë betejë dhe përgjigjja, zgjedhja e strategjisë së duhur, mund të jetë ndryshimi mes një fitoreje legjendare dhe një disfate totale. Këtu kemi dy filozofi të ndryshme lufte që përplasen. Nga njëra anë, luftra rrufe e blitzkrigut që kërkon fitoren me çdo kusht përmes shpejtësisë dhe forcës brutale. E nga ana tjetër, strategjia Fabian, që e përdor durimin si armën e saj më të fuqishme. Janë tamam si zjarri dhe uji, të kundërt, por secili jashtëzakonisht i fuqishëm kur përdoret siç duhet. Mirë, le të fillojmë me të parën. Blitzkrieg, ose siç njihet ndryshe, lufta rrufe. Vetë emri të jep idenë e shpejtësisë, por sekreti vërtet i saj qëndron diku tjetër. Pra, ideja nuk është thjesht të mposhtësh armikun apo ta shtysh prapa. Jo, qëllimi i blitzkrigut është të shkaktosh një kolaps total, si psikologjik ashtu edhe strukturor. Të krijosh aq shumë kaos dhe panik sa armiku thjesht të mos di si të reagojë. Dhe ja si funksionon. Chelsea është kombinimi i këtyre 4 parimeve. Gjithçka mis me atë që gjermanët e quanin shverpunkt, që do të thotë pika e gravitetit ose pika kyçe e sulmit. Në vend që të shpërdash forcat, i përqendron të gjitha në një pikë të vetme, të dobët. Pastaj, me shpejtësi dhe me një koordinim perfekt mes tankeve, këmbësorisë dhe avioneve, e shfrytëzon atë qarje për të depërtuar thellë pas linjave të armikut, duke i rrethuar para sa ata të kuptojnë se çfarë po ndodh. Dhe shembulli më i mirë për këtë është padyshim rënja e Francës në vitin 1940. Gjermanët thjesht shmangën linjën e famshme Maginot duke sulmuar përmes pyllit të Ardenës, një terren që francezët e mendonin të pamundur për t'u kaluar me tanke. Brenda vetëm 6 javësh, Franca, e cila e kishte rezistuar Gjermanisë për 4 vite të tëra në luftën e parë botërore, u gjunjëzua plotësisht. Por kjo shpejtësi marramendse ka një kosto. Blitzkrieg është në thelb një lloj bixhozi strategjik. Nëse funksionon, rezultatet janë spektakulare, por nëse dështon, pasojat mund të jenë vërtet katastrofike. Mjafton të shohim operacionin Barbarossa, pushtimin gjerman të Bashkimit Sovjetik. Në fillim dukej si një përsëritje e suksesit në Francë, por Bashkimi Sovjetik ishte thjesht shumë i madh. Ai nuk u shëmb. Sa më thellë futeshin gjermanët, aq më të gjata dhe më të pambrojtura bëheshin linjat e tyre të furnizimit. Dhe pa pritur, ata e gjetën veten në një luftë të gjatë raskapitjeje, pikërisht lloji luftës që Blitzkrieg ishte krijuar për ta shmangur. Tani, le të kthejmë pllakën plotësisht dhe të shohim qasjen tjetër. Strategjia Fabian, e cila e ka marrëemrin nga diktatori romak Quintus Fabius Maximus. Ideja këtu është të fitosh duke mos humbur. Romakët i vun Fabiusit nofkën kumtator, që do të thotë vënuesi. Dhe le të themi se nuk ishte gjithmonë një kompliment. Por Fabiusi kuptoi diçka thelbësore. Kundër një kundërshtari superior si Hannibali, shmangja e betejës ishte në vetvete një akt lufte. Dhe kjo t'inglon pak e çuditshme, apo jo, të fitosh duke mos luftuar? E po, Fabiusi e dinte si një përballje direkte me ushtrinë e Hannibalit ishte vetvrasje e sigurt. Por, ai vuri re një dobësi kyçe. Hannibali ishte mijëra kilometra larg shtëpisë dhe linjave të tij të furnizimit. Kështu që Fabiusi vendosi të luftonte jo ushtrinë e Hannibalit, por kohën dhe logjistikën e tij. Pra, çfarë bënte në praktik? Në vend që të luftonte, Fabiusi e ndiqte ushtrinë e Hannibalit si një hije, sulmonte grupet e vogla që dilnin në pushim, karavanet e furnizimit, duke raskapitur gradualisht ushtrinë kartagjenase dhe duke ia mohuar betejën vendimtare që Hannibali e kërkonte me aq dëshpërim. Por ja ku qëndron problemi vërtet. Sfida më e madhe e kësaj strategjie. Nuk është ushtarake, por politike dhe morale. Imagjinoni pak. Armiku po djeg fushat dhe fshatrat, ndërsa ushtria jote duket sikur nuk po bën asgjë. Presioni nga populli dhe politikanët për të bërë diçka është i jashtëzakonshëm. Duhet një forcë e pamatë morale për t'i qëndruar besnik planit. Kjo tabel i përmbledh ndryshimet në mënyrë perfekte. Blitzkrieg është një sprint, një goditje vetme, që synon të shkaktojë shok dhe paralizë. Strategjia Fabian, nga ana tjetër, është një lojë e gjatë shahu, një maraton që synon të shkaktojë frustrim dhe raskapitje te kundërshtari. Njëra kërkon fuqi dërmuese, tjetra kërkon qëndrueshmëri të hekurt. Mirë, mjaft me historinë e lashtë. Pyetja është, a vlen këto ide edhe sot në fushbetajat moderne? Përgjigjja është absolutisht po.
Le të marrim një shembull më modern, luftën e Vietnamit. Nga pikpamja taktike, ushtria amerikane ishte thjesht dominuese. Ata kishin e përsi ajrore, lëvizmaritje jashtëzakonshme me helikopter, fuqi zjarmi të paimazhinueshme. Dhe kjo është pyetja milionshë. Nëse fiton pothuajse çdo betejë, si është e mundur ta humbasësh luftën? Përgjigjja nuk qëndron te taktikat, por te strategjia. Dhe ja ku është thelbi. Ishte një mospërputhje totale strategjike. Amerikanët po përdornin një qasje të tipit Blitzkrieg, duke kërkuar vazhdimisht betejë të mëdha e vendimtare. Por vietnamezët e veriut dhe Vietkongu po zbatonin një strategji klasike Fabian. Ata shmangnin betejat që nuk mund t'i fitonin, sulmonin pikat e dobta dhe thjesht prisnin, duke ditur se durimi i tyre ishte më i madh se vullneti politik amerikan për të vazhduar luftën. Në fund, durimi mundi forcën. Pra, në fund të ditës, gjithçka varet nga zgjedhja e komandantit. Të kuptosh se cila strategji i përshtatet situatës është arti i vërtet i luftës. Nuk ka një formulë magjike. Një komandant i Zoti i bën vetes pikërisht këtë pyetje. Jam unë më i forti apo më i dobti? A kam mbështetje politike për një luftë të gjatë? Çfarë lloj terreni kemi? A na duhet një fitore e shpejtë dhe ndoshta më e rëndësishmja, çfarë lloj armiku kam përballë? A thyet lehtë apo është elastik? Ky është mësimi kryesor. Komandantët më të mëdhenj në histori nuk janë ata që ndjekin verbërisht një manual. Napoleoni në Rusi u përpoq të bënte një blitzkrieg kundër një armiku që thjesht tërhiqej pafundësisht dhe rezultati ishte një nga dëshimet më të mëdha ushtarake. Suksesi vjen nga përshtatja, nga zgjedhja e veglës së duhur për punën e duhur. Dhe kjo na sjell në ditët tona, me një pyetje që mbetet ende pa përgjigje. Në epokën e sulmeve kibernetike dhe luftës së informacionit, teknologjia e ka bërë të dyja këto strategji edhe më të fuqishme. Një sulm i shpejt mund të paralizojë një vend në pak minuta, por një fushatë e gjatë dezinformimi mund ta gryejë atë nga brenda. Në fundit, dilema mes luftës rufe dhe vonuesit mbetet po aq e rëndësishme sot sa ishte në kohën e Romës së lashtë.